Mos me kon familja, unë s'di si kësha jetue. Ja, kjo është qeveria jonë, këta janë qeveritarë tonë, këta vetë i kanë regullu punë, vozitën në gjipa të zi, kanë pare, kanë luks, hajnë ushqime të mira. Unë e ku posë 250 euro, tash 333 euro. Unë e ku posë 250 euro, tash 333 euro. A pa mundin mja dojnë mi pagu fatura? Po jo, më japin pore, dikush e marrë ho, të mis, të vllaznije, dojt, të boba, gjithë më japë nona, thët, pa bukërije, pa të dhomë, mësë më hi bashkë në shtetë. Thët, ujtë me pi shtetë nuk o mirë, se më vojë pe udhëhesi që hore kitë. Dhe asë një opet deputetit Kosovës nuk o dollë të. Mos me kon familja, unë s'di si kësha jetue. Mu vish familja më ka mojtë të njëra. Edhe gjithë të fatura, tash na nuk di si do t'ja dolim. Me siguri, populli i Kosovës ka me mit në terë. Një pjesë e modhe, kena me mit borç të keku, kanë marrë me na put rrimën, edhe kena me mit në terë. Ja, kjo është qeveria jonë, këta janë qeveritarë tonë, këta vetë i kanë regullu punë, vozitën në gjipa të zi, kanë pare, kanë luks, hajnë ushqime të mira, e na si do jetojna, qa do hajna, qa do pina, na veç rrymen do të me pagu dhe ujen, mi aplucu shtetit pagesat e na qa do na me hongër. Na e dim që këtu, mbrapa nesh, po na zjedh edhe një hile tjetër, që neve popullit do t'a varfëroj edhe ma shumë. Ama, këtë hile nuk mundemi me e këput këto. Ne jemi këtu për të thonë kjesit, se durimet toni ka arë fundi. Ja!